Konferenca e sigurisë në Beograd 2025 ka nisur punimet në qendrën Sava Center, ku gjatë 3 ditëve do të zhvillohen debatet të rëndësishme rajonale dhe evropiane mbi sigurinë, politikën e jashtme, demokracinë dhe të drejtat e njerëzit. Me moton "Shtigje drejt lirisë", pjesëmarrësit do të diskutojnë mbi sfida të shumta që ndikojnë drejt për drejt në stabilitetin e Evropës dhe rajonit të Ballkanit. Srdjan Cvijeç, presidenti i Komitetit Ndërkombëtar Këshilldhënës në BCSP, tha se duhet mbrojtur liria aty ku kërcënohet tek përmendi Serbinë, Moldavinë e Gjeorgjinë. Across the world, young people are leading movement for freedom and justice. Rreth botës të rinjt po udhëhecin lëvizje për paqe e drejtësi. Në Serbi studentët zgjuan kombin duke treguar fytyrën e vërtetë të këtij vendi me ndikim edhe më të gjerë. Ky forum ka qenë platformë për dialog edhe kur ai konfrontohet me regjime, shantazhe e intimidime. Në të kaluarën edhe kur rrymat ishin kundër nesh, ne I hapëm dyert për dialog për ata që mbrojnë lirinë në vend se ta minojnë atë. Liria nuk është dhuratë, por detyrë. Kriza politike në Serbi dhe implikimet për sigurinë rajonale janë ndër temat kryesore. Po ashtu do të ketë diskutime për marrëdhënie transatlantike, përkatësisht rolin e SBA-s dhe BE-s në arkitekturën e sigurisë globale dhe në veçanti në Ballkan. Rivaliteti SBA-Kin dhe ndikimet strategjike të përplasjes mes dy fuqive e pasojat për shtetet e vogla dhe ekonomitë e varura janë po ashtu tema të diskutimeve, sikurse edhe konfliktet hibride dhe ato të armatosura që kërcënojnë Evropën. Në panele do të marrin pjesë deputet të Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare të Francës, Gjermanisë dhe Italisë, si dhe ekspert nga institucionet kërkimore ndërkombëtare. Qendra e Beogradit për politikat sigurisë I ka ndarë çmimin Lighthouse 2025 Irena Jovenas, antare e Parlamentit Evropian nga Slovenia. Ajo është një nga zërat më të fuqishëm evropian për demokraci, drejtësi dhe liri civile. Çmimi Lighthouse jepet çdo vit që nga viti 2023 për individ që tregojnë guxim të jashtëzakonshëm, integritet dhe përkushtim për çështjet publike. Që prej themelimit në vitin 2022 nga Belgrade Center for Security Policy, kjo konferencë është shndruar ndër ngjarjet kryesore në Ballkan që I kushtohet çështjeve të sigurisë dhe proceseve demokratike.